Jemi në një ambient ndryshe në zemër të Tiranës tek The Tea Room. Dhe pranë meje ndodhen dy pronarë të këtij vendi shumë të lezetshëm dhe shumë të vizituar nga vendasit por dhe të huajt. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, si jeni juve? Shoh që na e keni shtruar tavolinën me çaj, me kek. Ka diçka, një kohë matës këtu? Atëherë le të flasë Sati për këtë pjesë, se është më specialist. Kjo lloj biznesi ka një lloj dallimi nga gjithë bizneset e tjera dhe ne për t'u përshtatur kësaj, jo vetëm që konsumojmë gjëra bio të natyrës, po i sillim dhe në një mënyrë të veçantë në tavolinë, në mënyrë të tillë që të kënaqim jo vetëm organizmin, po të kënaqim dhe syrin me pamjen që ju shtrojmë. Përgjithsisht konsumojmë çajra bio, dhe unë ju them klientëve që ne konsumojmë natyrë, jo kimikate, duke i ndarë çajrat në dy grupe, në ata që me frutat e grapylle dhe me gjethe dhe lule. Pjesë e tavolinës së çajit është dhe keku që e shoqëron, atë janë biskotat që bëhen gjithë me dorë, po dhe komatsi. Komatsi është një orë që quhet dhe ndryshe klepsidër dhe ka brenda rerën që rrjedh nga të dy anët. Çaji do filloj të konsumohet derisa të mbarojë rrjedhja e rerës, sepse gjatë kësaj kohe ai ka nxjerrë të gjitha vlerat që ka për organizmin dhe është gati për të konsumuar. Ku ti ka shkuar në mendje për këto detaje? Biznesi është krijuar nga vajza dhe burri i saj, të dy me profesion aktor. Prej sa vitesh? Nesër me bëjmë 15 vjet. Pas kemi ardhur dhe në kohën e duhur. Mirë që. Me idenë për të krijuar diçka të veçantë jashtë tregut normal të Tiranës, një gjë që nuk ka qenë tradit për vendin tonë, por që në gjithë shtetet e tjera, ky lloj biznesi funksionon dhe funksionon me shumë sukses. Ideja e krijimit ka qenë e tillë që jo vetëm ta bëjmë të veçantë, po të krijojmë dhe një koncept. Dhe nëse e vëmë re, në gjithë ambienti ishte ndarë në dy pjesë. Pjesa ku jemi në aktualisht është stilit anglez. Pjesa tjetër me lule e qelur është e stilit francez. Dhe unë ju them shpesh klientëve që shërbimi është shqiptar dhe ne bëjmë një lloj mix kulturash midis vendeve të ndryshme të botës. Kush merret më shumë me ambientin, kush e arredon, kush e mirëmban? Në përgjithësi merrem unë. Po edhe ka ditë që unë mund të mungoj se shpesh shkoj te vajza ose në ndonjë vend tjetër, e Sati përpiqet që ta bëj sa më mirë, po në përgjithësi merrem unë. Një ide e vajzës për ta bërë këtë lokal ka qenë sepse ajo duke qenë aktore dhe me ato emocionet e shfaqjeve gjithmonë, dhe mbas shfaqjeve ka pasur gjithmonë atë dëshirën që me shoqëri të gjej atë qetësinë, t'i largoj emocionet. T'i largoj pak zhurmën. Edhe një ambient i tillë ja mundësonte këtë gjë. Unë isha pak skeptike në fillim kur e Sati ra dakord se i pëlqente shumë ky shërbimi e kështu. Ti ishe i pari që ishe pro? Po, ishte pro. Unë isha një çik skeptike se duke qenë që gjithmonë ja kam qenë me profesion mësuese dhe jam marrë me nxënësit, më dukej si e pamundur që unë të bëj diçka që ta kënaq një person të nuk di të shërbej, të gatuaj, duhej krejtësisht e pamundur. Dhe jashtë profesionit tënd? Dhe jashtë profesionit tim. Dhe në vitet e para, thjesht bëja vizitë për të pirë një kafe, nuk ndihmoja se isha dhe në punë, e Sati kishte punonjës. Edhe thjesht më pëlqente që takojë njerëz të rinj, po prapë isha shumë e turpshme, shumë, kështu që nuk futesha. Momentin që unë u shkëputa nga puna, për ca arsye shëndetësore, e shikoja që nuk isha më për të bërë arsimin, sikur filloi të më shijoj kjo pjesë që të rija të isha aktive, ose të rija kot kështu thjesht të dilja. Edhe fillojmë të bisedojmë me Satin që mbas Covidit sikur ta mbanin vetën e këtë pjesë. Pra deri në periudhën e Covidit këtu ka qenë Sati dhe punonjësi. Po. Unë mendoj një gjë kështu të vogël. Mirë po vajza, në këtë kohë ishte vajza pak skeptike, se thosh mos krijojnë, mos farë veshje me njëri tjetrin, mos thot babi, jo ta bëjmë kështu, jo mami të kundërshtoj, jo mami të thot kështu, babi të kundërshtoj. Në këtë pjesë,
duke na diturejnë qik natyrat kundërta jemi, po gjitha të kundërtat që kërkanë si më mirë. Tërhiqen. Ajo sot të është e pabesueshme, që këta si kur ja din njëri tjetrit e qa zbën njëri e bën tjetri, dhe kështu që kemi arrit në një pikë që mirë, nuk nxehemi. Kjo më pozitive, jona është që ne na pyesin shpesh klientët që kush e bën këtë artikull, kush e bën këtë. Si ndani punët, si keni ndarë? Ne, pa themi hapur, nuk kemi asnjë lloj ndarje. Nuk do të thotë që kjo është grua dhe i takon të bëj gatimet, të bëj pastrime, burrit të shërbejë. Dhe një mesazh shumë i mirë kjo. Por ne, kush e ka hapësirën dhe mundësinë, e bën çdo gjë, pa përjashtuar asnjë lloj gjëje. Folëm për kekun, flasim për biskota, në fillim kekun e bëja unë. Flasim për panetonen, për të gjitha nuk ka ndarje. Nëse nuk është gruaja, i bëj unë. Po të bëj gruaja, ka hapësirën shumë, i bën ajo. Ose krijojmë një lloj bashkëpunimi, i them unë, bëj shpejt bazën e cheesecake-ut se unë do merrem me pjesën tjetër. U zbulua që kur unë shkova 3 ditë në Itali, a 4, e sa ti filloj ta bëj vetë kekun, dhe u zbulua që ky e bëri më të mirë se unë. Dhe tani e bën. Atëherë, sa vjen në mëngjes bën kekun. Është kthyer dhe pasion tani Satit, bërja e Sati ka shumë qejf të gatuaj. Shpesh klientët më pyesin, ne bëjmë dhe gatimet vogla në drejt dhe pyesin që çfarë shkolle kuzhine ke mbaruar. Dhe unë ju them hapur që unë e kam kapur tiganin për herë të parë në moshën 55 vjeç. Po çuditërisht ai ka shumë qejf edhe krijohet një lloj pasioni, një lloj dëshire. Dhe punojmë shumë me internetin, që është gjëja shumë e rëndësishme. Gjejmë aty receta të thjeshta, praktike, po që dhe klientët ti tërheqin, sepse klienti është baza. Nëse klienti konsumon diçka dhe të thotë të lumë të dora, ne synojmë pra. Ka dhe kërkesa tjera që thonë që zgjerojeni, ne ikim me idenë që jo, do të bëjmë ato që dim t'i bëjmë më mirë. Ke provuar ti ndonjë të dy, ju keni provuar ndonjë ushqim, ndonjë ëmbëlsirë që nuk ka dalë siç duhet dhe nuk e keni? Më kujtohen brioshët e sa kur i provuam që nuk patëm rezultat dhe nuk i bëm. E kuptuat vetë apo kur dolën te klienti? E kuptuam. Kuptuam vetë. Se gjithçka e provojmë vetë. Ju treguat pak si lindi ideja e Tirum. Na tha zonja që ka punuar mësuesen përpara, ju çfarë keni bërë përpara se të ishit këtu? Kam punuar pedagog në shkolla poshtarake, në Vlorë, dhe pastaj me reformën dola në Lirin. Kam punuar në bizneset të ushqimit në administrat. Dhe fëmijët duke parë që unë isha shumë përkushtuar ndaj punës ndaj kësaj, menduan që pse ky të mos punoj për vetë. Dhe kjo ishte shtysa e parë që ne filluam. Normale, që nuk është kaq e thjeshtë të fillosh një biznes apo nuk është pjesa e administrimit, është pjesa e përgatitjes së gjës që ti do t'ja afrosh klientit. Fillimi duhet të themi që është gjithmonë i vështirë, por shumë shpejt e kupton që veç kësaj aty të lind një lloj pasioni i ri. Dhe mua shpesh më pyesin klientët që kur ja shpjegoj menun e kështu që flet me shumë pasion. Dhe u them që ai njeri që nuk ka pasion është i vdekur. Unë për momentin e ushqej këtë pasion, po kjo s'do të thotë që unë kam lënë mbrapa atë që kam bërë. Shpesh i kthehem asaj, jo për të rikujtuar, për të mbajtur nivelin aty ku jam qenë. Nëse do i krahasoje punët që ke bërë në jetë, kush do t'ishte në vend të parë që gjithmonë do ta mbaje? Unë ndjej shumë kënaqësi sot që jam këtu, sepse të krijon një lloj raporti dhe marrëdhënie me klientin që është e çuditshme. Te nesh një lloj koncepti që thoni që do vete dhe duhet jetë kamarieri i ri, duhet jetë kamarieria e re. Dhe kur vinë këtu gjejnë një lloj natyre tjetër. Po ne duke punuar unë me studentë dhe gruaja me nxënës, e kemi krijuar atë mundësinë e komunikimit dhe me brezat e rinj. Dhe na bëhet shumë qefi që në rrjetet sociale shkruajnë gjëra shumë të mira, vlerësuese për ne personalisht, por edhe për biznesin. Dhe kjo është një lloj shtyse. Dhe është kënaqësi shumë. Dhe është kënaqësi. Ti shpesh më pyesin që a lodheni. Ishte edhe një pyetje ime gjithashtu. Dhe unë them që lodhja e para është mentale. Ne vim në punë në mëngjes në orën 7, me idenë që do punojmë 15 orë pa u ndalë. Dhe është shumë e vështirë na gjesh ulur. Gruaja hulet në një për të lexuar, por kjo na rinon, na shton forcat, na shton dëshirën për të bërë gjëra më të reja, më të mira. Dhe duke krijuar atë raportin me klientin,
ne ndjejmë ngrohtësi dhe nuk e ndjejmë lodhje. Këmbëngulja e fëmijëve është që ne të kemi punonjës. Edhe ne duam që të na rritet pak puna dhe të marrëm punonjës. Se natyrisht nuk është se ky biznes ka ndonjë fitim të jashtëzakonshëm. Të kuptohet që është një biznes i vogël me ato përpjekjet tona. Mirë po ne kemi arrit në një pikë që jemi aq sahat me njëri tjetrin, sa se si na duket sikur ai tjetri që do vi nuk do ta bëj dot. Do prishje ekuilibrin ndoshta. Do prishje raportin midis ne dhe klientëve. Ta shprehni dhe ju pak lodhjet tek fëmijët që ata kanë këtë lloj mendimi. Unë kam një çik të theksuar që se unë nuk mbaj dot gjë. Sa ti ka meraku i fëmijëve, por ne ndjehemi shumë aktiv. Dhe ideja tjetër është që edhe ne kur të marrim punonjës, këto që bëhen këtu nuk mund t'i bëj dot një tjetër. Sa do të mundohet e t'i bëj, ka shpesh më thonë që unë e bëj, po nuk më del kështu. Po shta dhe i bëjnë po. Ne kemi krijuar një lloj, Ne kemi frikën tonë. një lloj eksperiencë shumë të gjatë. Ne nuk na duhet peshore, nuk na duhet matës për t'i bërë, sepse tash dora dhe syri është bërë mas. Jemi bërë si automat. Ne ju thash që gatuajmë pak gjëra në drejt, kemi mini kuzhinë, dhe ne i vëmë ato në vijë dhe punojmë prapë në banak. Punojmë prapë te klienti. Domethënë të krijohet ajo. Dhe ndonjëherë klientët thonë pse shikon televizor. Unë shikoj kohën aty sepse ka bën diçka negative brenda. Dhe shumë e rëndësishme për mua që mos kalohet ajo kohë, ndërpres ku shkoj te tjetra. Duhet të bëj të gjitha njëkohësisht. Të gjitha njëkohësisht sepse klienti nuk duhet të bezdiset, nuk duhet i kaloj ajo kohë e tij. Po duhet ta provoj gjithmonë atë cilësinë që ka provuar një ditë përpara, po edhe më mirë sot. Këtu na lidh pak mosmarrveshja. Pse? Sepse unë jam natyrë që ta mbaroj një punë pa të nis një tjetër. Po. E sa ti mund të bëj edhe 3 punë njerësh, unë si bëj dot. Po. Edhe aty filloj me të... Ti je pak më organizuar, do të Unë jam një çik më organizuar, po ky arrin t'i bëje duke i hapur. Unë nuk arrin do t'i bëj se stresohem pastaj. Ka një ditë që ti mund na e veçosh, na e tregosh dhe neve, që ti nuk do të harrosh kur nga puna këtu, gjatë këtyre viteve. Ndoshta dita e parë që ke qenë këtu, ose dita që mund ke ndodhur diçka. Unë do t'ju tregoj një rast para 4-5 vitesh. Po. Ne para pandemisë organizonim Krishtlindje këtu, me muzikë live. Po. Dhe një vit më përpara se sa ta organizonim ne vetë, ishte edhe vajza me të shoqin, dhe na jepni një dorë shumë të mirë, po kishim edhe kamarierë. Dhe vitin pasardhës saj, thamë do të organizojmë vetë. Fëmijët na thoshin që se shumë e rëndë, se llogarit një lokal që ka 20 tavolina tjetë plot, dhe ti t'ju shërbesh. Dhe ne arritëm të realizojmë, sepse ishte me menu fikse, arritëm të realizojmë një lojë, stërmundim, po dhe një knasi shumë e veçantë. Dhe ku shkon ti në shtëpi që ke realizuar atë, dhe i thamë shpejt telefon vajzës që e kemi bërë dhe e kemi bërë më mirë sa ju. Dhe nuk mund ta heqim dot nga memoria. Shkonin të dy duke ecur, ne jetojmë te Komuna e Parisit, duke ecur rrugës dhe duke ndjer atë kënaqësinë dhe gëzimin asaj ditë. Që ju ja dolën. Që ja dolën. Dhe këto janë gjëra të veçanta. Plus që ne kemi organizuar shpesh baby shower, ditë lindje, 2 para martesa, me klientë shumë që kanë qenë shumë të bukura kështu, dhe llogariti 2 njerëz në këtë moshë. T'ja dalin me gjithë të flus. T'ja dalin me 60-70 klientë. Kurse unë do të veçoja, që më ka pëlqyer shumë, organizuam një 3-4 mbrëmje kështu poetike. Këto janë të veçanta në Tiranë, nuk duke gjenden qenë shpesh. dhe aktore vajza, ftoi dhe shoqet e saj, edhe ato na kanë dalë shumë bukur sepse Unë nuk kërkoj ndjesë, dua t'i shërbej klientin se ka ardhur. Patjetër, unë vazhdo që. Po. me thënë unë e veçoj këtë gjë që leva dhe një libër të Drita Çolmos, kam recituar dhe vetë Natë mbrëmje. një poezi të saj. Nga pasion, jo se kam ndonjë talent jashtëzakonshëm, po nga Po pasion. ti ke qenë dhe mësuesen përpara, kështu që do ta konde si. Patjetër. Si jeni një orë ju të dy? Ne kemi qenë në shkollë të mesme bashkë, Po. 3 vjetë, se Esati është një vit para meje, 3 vjetë kemi bërë të njëjtë rrugë të largët nga fshati në Bilisht, Po.
edhe ato bisedat tona, nuk u lidhëm që atëre, normale, po ato bisedat tona, ato duke njohur njëri tjetrin nga mendimet, ato, vetveti une ishim lidhur, po pa ja thënë njëri tjetri. Edhe kur kjo u bë në një kohë më të afërt, diçka më tutje nga shkolla e mesme, ne sikur ishim gati dhe u lidhëm në mënyrë të pasgjithshme. Pastaj edhe Jo nuk ish kaputët kontaktet nga gjimnazi dhe më vonë, fare, kishit kontakt. Po kemi qenë nga një fshat. Po e sa ti iku në Tiranë me shkollë, unë ika në Elbasan, edhe pastaj nga pak filluam edhe kur mbaruam shkollat u martuam. Si është për ty kjo martesi? Vë do të një përshkrim të shkurtër, një emër? Me det të qetë dhe det të trazuar. Sepse nuk ka vetëm gjëra të lumtura që ne i kemi pas me bëllëk, që nga lindja e fëmijëve, që nga ndërtimi i jetës son, nga e para, të dy nga hiçi, në një vend shumë larg familjes që nga Koça shkuam në Vlorë, nga ato sakrificat tona me fëmijët e vegjël që sa i rritëm, po kemi pas dhe shumë probleme shëndetësore, pothuajse të dy edhe fëmijët, po që i kemi kaluar me sukses edhe. Ajo është pjesa që ti na the deti trazuar. Ai është deti trazuar. Marrëdhënia me njëri tjetrin nuk ka ndryshuar ndonjëherë, se ju e përmendët pak në fillim prej punës. Jo, edhe zihemi, po gjithmonë, se di, për gjëra foti. Për sa për shembull? Është pak natyrë që nuk kthen kollaj, po e tha një gjë. Po. Unë dua ta çoj deri në fund atë këmbënguljen time për të vërtetuar që kam të drejtë. Kjo, kurse e sa ti e thot fjalën, po pastaj nuk do që ta zgjat shumë si probleme, e ke mbyll atje dhe unë kam qejf t'i shkoj deri në fund që ta zgjidh, edhe këtu pastaj. Unë i bëra një pyetje zonjës se thash ti do ta përshkruaje martesën me Esatin. Ti si do ta përshkruash? Unë ja them shpesh që atë që mendoja në familje e kam realizuar. Pse? Çfarë mendoje në familje? Sepse ne kemi qenë shumë të afërt me njëri tjetrin. Pastaj ti e konsiderove në fillim shoqja apo që në fillim nuk e konsiderove shoqja? Jo, që në fillim, thema, por nuk e kam konsideruar shoqja. Po. Përse u shok? Gjithmonë e kam menduar që me këtë do të kaloj jetën. Po. Pra aq më shumë që ne shkonim në shkollë të mesme me një distancë goxha të madhe. Na duheshe 2 orë rrugë të shkonim dhe 2 orë të ktheheshim. Dhe kjo të krijonte komunikimin po edhe besimin tek njëri tjetri. Po, dhe afrimitet më shumë se kalonim kohë shumë. Patjetër, kalonim shumë kohë dhe kjo ishte shumë e rëndësishme. Ne ishim nga fshati 10 në Xhenës. 9 ishim çuna dhe një vajzë. Po, vajza. Po kjo ndoshta ishte dhe arsye që ke piketuar ti. Dhe krijohet ai raporti pastaj bisedave dhe i marrëdhënieve. Kemi qenë të dy me atë dëshirën për të studiuar sa më shumë, për të arritur rezultate sa më të larta. Shqirësitë kanë qenë shumë të mëdha atë kohë. Edhe kjo t'jep një lloj kënaqësie. Të mendosh që në Korçë ka binte shumë borë. Dhe ne kur po nuk mungoj asnjë ditë në shkollë. Dhe ne kur ngriheshim në mëngjes, mund të kishte rënë gjysmë metro borë. Tani, kur shkonim në shkollë duhet ta hapje vetë rrugën. Edhe duke qenë këta çuna, unë nuk më linin asnjëherë në krye. Këta e bënin me radhë, kurse unë hapnin rrugën dhe të kalonin. Hapnin rrugën edhe me radhë kalonim. Po. Me thënë ka qenë në vështirësi të panumërta, ose ndonjëherë më merrte edhe në biçikletë kur ktheheshim, se kish biçikletë, unë se mësova, kam qenë frikacake. Dhe këto gjëra pastaj të lidhin. Ose kur shkonim në këto punët prodhuese, unë gjithmonë kam qenë pak qullashe. Këta e bënin. Pse thua është apo në krahasim me Esatin? Them në krahasim edhe me shoqjet e mia, se ti jetosh në fshat do të thotë ti je si më e fortë, kështu po. Unë ndoshta them, por nuk isha ajo e forta. Edhe këta e bënin normën shumë shpejt, ishte me normën çdo gjë, edhe pse ishim në shkollë. Më thënë gjimnazistën
punonim atë muaj punë prodhuese dhe e kishim menor në çdo gjë. Tani unë se bëja dot, më ndihmonin. Me tham, lidhnim njëre, mbajmë në fasule pllaqi, unë humba në për fasule, pastaj me zi e kam gjetë satin edhe një shëri tjetër që më ndihmuan që i mbusha thesët që i kem në shtëpi se unë do ngelesha në për fasule. Në vitin 83 jemi lidhur të dy. Në 86-ën jemi martuar, 87-ën ka lindur vajza. Pra ju keni gjithë jetës së bashku, që në klasë, që në 9 vjeçare, 8 vjeçare keni qenë bashkë. Nuk je mërzitur ndonjëherë? Asnjëherë. Ti thot tash të duam shumë. Tani e do më shumë. Dashuria vjen në martesë dhe zbret apo rritet? Varet nga persona, pastaj varet dhe si e shikon. Ndryshon forma. Forma është diçka e tillë që merr forma sipas viteve dhe sipas kohës. E sipas Shumë e rëndësishme është që ti ta ndihesh domosdoshmërinë në krah. Ndonjëherë kur e ke hafër, mund të shkëmbesh, të bësh dhe në një debat. Dashurinë e ndjen kur e ke larg. Kur e ndjesh apo kur ikën te vajza? E ndjen mungesën dhe mungesën e ndjen që në momentin që të largohet. Nga minuta e parë, dhe kjo do të thotë që raporti ka qenë i tillë i shëndetshëm gjatë gjithë jetës. Të mos themi ne që ne kemi qenë ata perfekte. Ka ulje dhe ngritje sa duash, po ajo thelbësori është që vazhdon shumë. Dhe ne na pëlqen që kur të ecim rrugës të dy bashkë, ta kapim njëri tjetri për dorë, jo për të mbështetur, po për t'i dhënë energji. Të mbështetur shpejtësh. Shumë mirë. Pastaj gjërat i bëjmë edhe duke konsultuar me njëri tjetrin, duke pyetur. Kemi komunikim. E kemi atë komunikim. Ka ndonjë anë negative zonja, se zonja tha pak për ty? Ajo kem ngulja për të mos i bërë gjërat. Disa gjëra janë të shkruara, janë të domosdoshme që të bëhen. Dhe duhet bëhen në kohë. Shpesh thotë që po ta lejmë se s'bëhet dhe kështu, sepse ajo e ndjen lodhjen dhe unë jap shumë të drejtë. Po nëse ti ke mund, e realizon dhe atë që të duket e paralizueshme për atë pak kohë. Dhe kemi pasur plot raste të tilla që ka thënë ta lejmë se s'mund ta bëjmë dot. Kemi ngulur e kemi bërë dhe pastaj e kemi pranuar të dy që po të duash edhe i bëjmë. Mund të realizosh çdo gjë me përkrahjen e njëri tjetrit. Kështu. E vërtetë. Mua merr dhe prap klient. Nuk do ju ndërpres më për kontaktin e klientët. Unë ju falenderoj shumë, ishte një bisedë shumë e bukur mes nesh dhe në këtë ambient shumë të veçantë që ju keni krijuar këtu së bashku. Më pëlqeu shumë edhe çaji që më kishit serviruar, ju falenderoj shumë. Faleminderit. Ju uroj shumë suksese. Ne urojmë suksese. Nuk jemi të përsosur, por mundoni të bëni më të mirë. Mundohemi të bëjmë më të mirën, e vërtetë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për video të tjera si kjo dhe aktivizoni notification që mos të humbisni asnjë nga videot e përditshme.